Të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetar. Në prag të mandatit të dytë, si kryetari Komunës Tetovës, dola para qytetarëve me një platformë pune të menduar mirë, të bazuar në nevojat reale të qytetarëve dhe në strategji afatgjate për zhvillimin e Tetovës në të gjitha sferat. Sot jam shumë i lumtur që dal para jush me një tjetër pikë të realizuar në kësaj platforme. Në Këshillin Komunal e kaluam unanimisht vendimin për subvencionimin e të gjithë nxënësve që regjistrohen në klasë të parë në shkollat fillore të Komunës së Tetovës, për çka falenderoj të gjithë këshilltarët për kontributin e tyre. Filloristët e rinj do të marrin vaucher në vlerë prej 100 euro në kundërvlerë në denar. Subvencionimi vlen për nxënësit që do të regjistrohen deri me 20 qershor, ndërsa vaucherët do shpërndahen në fillim të muajit korrik të këtij viti. Qëllimi ynë është të ndihmojmë familjet në përballimin e shpenzimeve të fillimit të vitit shkollor, por edhe të inkurajojmë regjistrimin e fëmijëve në institucionet tona arsimore. Komuna qëndron afër prindërve, afër familjeve, afër secilit tetovar pa dallim. Të nderuar, investimi në arsim është investimi më i sigurt për të ardhmen tonë. Prandaj, krahas investimeve në ndërtimin e shkollave të reja, fillore dhe të mesme, pishinave dhe objekteve tjera ndihmëse, përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese dhe modernizimin e kushteve të mësimit, prej sot po ndërmarrim edhe masa sociale që e bëjnë shkollimin më të qasshëm për çdo fëmijë e çdo familje. Është detyrë jona të investojmë në të ardhmen tonë, në suksesin dhe dijen e brezave të ri. Ju falenderoj.